Ja, çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani vezët çdo ditë. Konsumi i vezëve është gjithashtu shumë i dobishëm për shëndetin e përgjithshëm. Përmban të gjitha lëndët ushqyese thelbësore që kërkon trupi i njeriut. Për më tepër, vezët janë një nga burimet potenciale për të rritur marrjen ditore të proteinave. Kanë efekte për trupin dhe një vezë në mëngjes mund t'ju mbajë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Konsumi një veze për mëngjes është e dobishme krahasuar me bukën e thekur ose drithrat. Yndyrnat dhe proteinat e vezës do ju mundësojnë të jeni më të ngopur për më gjatë, duke evituar kështu dëshirën për ushqime jo të shëndetshme. Veza e konsumuar në rutinën tuaj ditore do të ofrojë proteinë cilësore. Proteina ju ndihmon në rindërtimin e muskujve dhe gjithashtu masës tuaj kockore. Ekspertët tregojnë se vezët ju mbajnë të ngopur, rrisin imunitetin dhe mbi të gjitha janë një ndihmë shumë e mirë për ushqyerjen e shëndetit të trurit. Ndaj mos nguroni t'i konsumoni.